هي جنة طابت وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Allah të ndershëm, sot do të flasmi për një temë e cila ka të bëjë me gjithë ummetin, pse Allahu subhanahu wa ta'ala nuk na jep fitore. Edhe pse ummeti islam, shoqëria islame, vëllezër të ndershëm, ka tejkaluar numri 1 miliard musliman. Megjithatë, muslimanët për fat të keq, gjaku i tyre është më i lirë dhe më i lehti se gjaki i kaprollit edhe i qenit në rrugë. Sikurse një kaproll t'i shkel në rrugë, do të qoshin gjithë inspeksionet dhe të ndalshin, dhe ato e din gjithë nëse kaprolli vritet çfarë dënimi ka dhe nëse nuk e lajmëron. Kurse nëse vritet, shkatrohet cel një ummet, shkatrohet një shoqëri, shkatrohen gra dhe fëmijë dhe askush nuk bën zë. Përse Allah të ndershëm po ndodh kjo? Çka është të ndodh tek muslimanët? Përse ndodh kjo? Jemi kon ummet të cilët na u frikshin romakt dhe persianët kur tentojshin që të marrin një hap ndaj muslimanëve më herët, i bëshin 1000 llogari a të marrin një hap apo jo. Kurse sot vëllezër të ndershëm, jena bo ummet më i lirë, jena bo ummet për me baje teste me ne, jena bo ummet që jemi të nënçmuar dhe kush kalon të jep një flakaresh. Jena bo ummet ku fjala jonë nuk dëgjohet. Jena bo ummet kur askush prej nesh nuk nderohet. Jena bo ummet derisa edhe në punët tona personale askush nuk konsultohet me ti. Jena bo ummet, Allah të ndershëm, që të marrë çdo kush të tallet me ti. Çka ndodhi këtij ummetit, Allah të ndershëm? Pse nuk na jep Allahu subhanahu wa ta'ala fitore? Edhe pse jemi mbi 1 miliard musliman, vujmë dhe qajmë dhe askush ders ta ban. Në këtë hutbe do t'i cekmi disa shkaqe, disa sebepe, të cilët e kanë pru ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë hall, në këtë dert, të shkatrohet cëll një ummet, të mirët nderit cëll një ummetit, dhe askush mos të flase, askush mos ta ketë dertin Allah të ndershëm. Vallahi, sikurse të shinkon një përqindje e madhe krishterëve apo shitfutëve, do ta shihsh se çka do të bëjë këtë dunjoja, do të çoftë këtë dunjoja në kamp dhe askush nuk u ulke. Për shkaqeve dhe sebepeve sepse nuk vjen fitoria Allah të ndershëm të musliman, është diversiteti, përçarja dhe grindja mes muslimanëve. Nëse marrna dhe shikojmë, në çdo shoqëri ka hi urrëtia, në çdo shpirt, në çdo zemër ka urrëtie. Apo janë urrëtiet e komsive, apo janë urrëtiet e veprave, apo janë urrëtiet të tjera, Allah të ndershëm. Derisa edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë tentuar vëllezër të ndershëm në gjeneratën më të mirë, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e tyre, kanë ardhur çifutët dhe kanë ndesh ta vënë flakën e fitilit dhe të përçarjes mes sahabëve të cilët ishin prej fisit Aus edhe Khazraj, por del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i qetson ata dhe thot, a në gjahiljet jeni duke thirr? Sa i tjetri ka thirr, e jani o Aus, e jani o fisi im, a i tjetri ka thonë, eja o Khazraj,
dhe t'i nxjerrin shpatat dhe të derdhë gjaku. Shkaki i kësaj fitne ishte një dreç jahudi plak i cili ja u kaloi të kaluarën muslimanëve. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot për këtë gjenerat, të cilët ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mesin e tyre dhe thot: "Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim." Allahu subhanahu wa ta'ala i lidhi zamrat mes tyre, me sahabeve radhiyallahu anhum, sikurse thot të shpenzojsh ti gjithë çka ka në tokë, krejt pasuritë e tokës, nuk mundsh të arrish atë që arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu subhanahu wa ta'ala vendoi dashuri në zemrat e tyre dhe ato u lidhen ndërmjet veti sahabët radhiyallahu anhum. Vëllezër të ndershëm, paraja apo lekët nuk është çështje që i lidh fiset dhe popujt. Paraja, euro dhe dollari, frangi dhe jeni, mos mendojni se e lidh të bardhën me të ziun, të kuqin me të verdhin, atë të huajin me atë të afërnin, atë të pjanin me arapin, zezakun me arapin. Jo, o vëllezër të ndershëm, nuk ka mundësi asnjëherë që qëllimi paraja të jetë që afron zamrat e njerëzve. Asnjëherë kjo nuk ndodh, o vëllezër të ndershëm, se Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Walakinna Allaha alafa baina qulubihim." Allahu ishte ai i cili i lidhi zamrat e sahabeve mes tyre. Ju shtoi dashuri në zemrat e tyre. Lutem Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu të shton dashuri në zemrat tona, o vëllezër të ndershëm. Se tham, paraja nuk është ajo që i lidh zemrat e njerëzve. Ajo është interes i përkohshëm. Kurse dashuria për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala është e vazhdueshme dhe asnjëherë nuk harxhohet. Vallë, ata kish rokmendje najher, a kishe mendu najher se Salman al-Farisi edhe Suhejb al-Rumi ishin bashku ata ku fiset e tyre, romakët dhe persianët, luftët i kishin prej mëngjes deri mbrëmje. Salman al-Farisi persian, Suhejb al-Rumi romak. Ja zgat dorën Salman al-Farisi Suhejb al-Rumit dhe bon vëllezër më të dashur. Kush i bani këta? Edhe pse fysi i tyre, popujt e tyre ishin që bëshin luft në mëngjes dhe mbrëmje, por ki ishte Islami, vëllezër të ndershëm. Ata kish rokmendja një ditë se Bilal al-Habeshiju, Zezaku, të bëhet muezzin në xhamin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, të hipjen biçabe dhe të thret ezanin, në vëllezër të ndershëm, një Zezak, të cilët para Islamit e ofendojshin dhe e mundojshin atë. Me Islamin hipan Bilal al-Habeshiju biçabe, thret ezanin dhe bëhet muezzin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Me matematikat e njerëzve kjo asnjëherë nuk ndodh. Por walakin Allah alafa bainahum. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lidh zamrat, ka shtu dashuri në mesin zamrat e tyre. Për këtë Allah të ndershëm, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar në Kur'an dhe thot: "Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Allahu subhanahu wa ta'ala i dan ata të cilët luftojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, të radhitur saf për safi, si kër një ndërtesë e fortifikuar, e radhitur dhe e drejtuar fort. Vëllezër, çfarë ummeti ishin këta? Çfarë burra ishin këta? Te këto s'muj keme dëpërtu asnjë sen. Këto ishin, vëllezër të ndershëm, që u edukuan në duart e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala në thot në Kur'an: "Wala tanazaw fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Mos u përçanu, se do të dështojni dhe do t'ju hupot fuqia ushtarake. A ne sot mbi 1 miliard musliman qajmë dhe askush zonë së n'ban. Pse, o vëllezër të ndershëm? Për shkak se shkakët të cilët na kanë bën që ummeti të jetë i nënçmuar, thash, është përçarja e muslimanëve e para. Coptimi i muslimanëve pikë 5 na kanë bën që sot të vuajnë musliman dhe tutesh edhe dua me bë për vëllezërit tuaj. Kjo është që jemi të shijuar sot. Çka do të shijojmë në të ardhmen vetëm një Allah e din. Më spari vëllezër të ndershëm, kanë arrit
që muslimanëve t'ju bëjnë kufi me zveti. Të ka ndojtë Kosovën prej Maqedonisë, Shqipërinë prej Kosovës, Maqedoninë prej Preshevës, këto shembull. Pastaj dalë të arabët e muslimanët, si cilët këtë një Kur'an, një gjuhë, një popull, i kanë bo pike pens me kufi. Këtë e kanë arrit, mbaroj këtë që është i zorë është me hek. Mrenda këtive kufinve vëllezër të ndershëm, kanë arrit një strategji shumë të gjatë, afatgjate, që mbrenda këtire kufinve kanë arrit me mbjell urrëtie të traditave apo të komësive. Në çdo kufi ka urrëtie mbrendja, ose prej filon kabilës, ose prej filon tradite, tradita jo nuk është kështu, kabilia jo nuk e ka kështu. Edhe këtë kanë arrit. Pastaj që këto copa që kanë bet, kjo copë kifis tamam e qonë me të vetën. Kifisi tjetër e qonë me të vetën. Mbrenda këtire coptimeve ka ndodhur një coptim tjetër. Cili coptim është? Dashja e karrierës apo pozitës. Edhe në këto copa kanë arrit me shti copa. Do të thot, ai grush që kanë bet prej muslimanëve, edhe ata vuajnë për karrierë, për emër, për pozit, për udhëheqje o vëllezër të ndershëm. Për umetin e captuar, si cila copë, mendon se është umet në veti. Për umetin e captuar, e cila si cila copë, mendon që është umet në veti. Kishte halli i pari muslimanëve, pse Allah subhanahu wa taala s'na jep fitore. E dita o vëllezër të ndershëm, që ka ndodh është mendjemallësia. E dita është mendjemallësia. Shkaku i ditë që Allahu s'jep fitore është mendjemallësia. Pash Allahun e madh. A je nal najher para sabahut apo kur ke ra në gjumë të ndalësh dhe ta shikosh zemrën tënde, ta kontrollosh a ka depërtu mendjemallësia në zemrën tënde. A je ndal najher të kujtosh. Ka dal mos jam mendjemadh ndaj divllajt, mos jam mendjemadh ndaj gruas time, mos jam mendjemadh ndaj muslimanëve. Mos jam mendjemadh ndaj njëri tjetrit. A ke ndalë dhe ke kontrollu veten najher natën që ta shohsh ti a je mendjemadh apo jo. A di se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk ka për të hyrë në xhenetin e Allahut a njeri i cili ka një grimc të vogël të mendjemallësisë në zemrën e tij. A thot xhenetin nuk do ta shohemi nëse kemi mendjemallësi. Kjo është shkaku i mendjemallësisë, e para përçarja e dita mendjemallësia o vëllezër të ndershëm. Se mëkati i parë që u ka bënë në sipërfaqen e tokës shkon mendjemallësia, e cila ka ardhur prej iblisit të mallkuar, ku Allah subhanahu wa taala na tregon dhe thot: illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Përveç se iblisit, ai që refuzoi dhe u bë mendjemadh dhe ishte për çufarëve. Do thot mendjemallësia, cilësia e mendjemallësisë, cilësia e iblisit të mallkuar. I pari ishte i cili u bë mendjemadh, refuzoi urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Qala ana khairun minhu, unë jam më i mirë se ai. Iblisi ka thonë unë jam më mirë se ai, se kush? Se Ademi alayhi salatu wassalam. Don që ti ja Rab, Allah na rujt. Kështu ka iblisi. Don që ti ja Rab të më krahasojsh mua me Ademin alayhi salatu wassalam. Jo, Allah na rujt. Qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mua më krijove prej zjarrit, atë prej dheut dhe nuk jemi të barabartë. Pashallahun Allah të ndershëm. Fjalë të cilët i ka thonë iblisi, ana khairu minhu. A nuk janë çato fjalë që sot edhe ne i përdormi? Unë jam më i mirë se filani? Unë ja te kaloj filanit? Çfarë dallimi ka mes fjalës të cilët përdoren sot në shoqëri dhe fjalës të iblisit të mallkuar? Dhe është mbush zemrat tona janë mbush me urrëqe kur mendjemallësia ka depërtuar në zemrat tona. Do të thotë dikush dalet tash thotë çka është mendjemallësi? Vëllezër të ndershëm, mendjemallësi nuk do të thotë nëse e vëzit një kerr të mirë. Një kerr të ri 2016, vjen 2017, çfarë e kena në prag. Nuk do të thotë. Mendjemallësi nuk do të thotë që ti e vesh një kat të bukur dhe të mirë. Mendjemallësi, vëllezër të ndershëm, është të refuzojsh të vërtetën dhe të nënçmojsh të tjerët. Kjo është mendjemallësia. Definicioni i mendjemallësisë është me refuzu të vërtetën dhe me i nënçmuar të tjerët. E njeriu kur është mendjemadh dhe i nënçmon idejat e tjerëve apo i nënçmon të tjerët, normal Allahu subhanahu wa taala nuk ka me dhënë bereqet. Lazar,
Thëmë të tjerët kanë arrit që të na bëjnë pike pens, kanë arrit që të na bëjnë me shtete, me kufi, kanë arrit në mesin ton me parti, fise, e tradita me na coptu. Pastaj na ka mbet ajo që e don nefsi, dëshira me kon udhëhec dhe me kon më i miri, atër si cilin ngan që të bëhet më i miri dhe të tregon. Vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an. Allahu na ka krijuar vëllezër të ndershëm për një qëllim. Allahu thot: "Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu." Ne ju kena bënë popuj dhe fise, për çka? Lita'arafu, që të njihni ndërmjet veti. Jo të coptoni ndërmjet veti dhe të bëni mendje madh ndaj njëri tjetrit. Qëllimi është që të njihna ndërmjet veti, të forcohemi ndërmjet veti. Pastaj ndale dhe shiko, helbet e gjon në zamrën tënde që ka depërtuar mendjemadhësia. Ndale dhe kujtoje se Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Inna akramakum indallahi atqakum." Njeriu më i ndershëm dhe më i mirë te Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka frikë Allahun subhanahu wa taala. Tregon një ngjarje për Hasanin, djalin e Alis radiallahu anhu. Para mendoni vëllezër të ndershëm çfarë modesta janë kanë këto burra. Një ditë duke kalu hipur në kali Hasani radiallahu anhu, djali Alis bin Abi Talib radiallahu anhuma, dhe kalon rrugës dhe i shet disa të varfër fukara, kanë pas një cop buk me veti në drek të thatë. Kur e shon duke kalu Hasanin radiallahu anhu dhe i thon: "O biri Resulullahit", se nipi Resulullahit, zbret dhe han ushqim me ne. Zbret dhe na shoqëro me ne të hash buk. Ato vetëm një cop buk e kanë pas të thatë. Zbret Hasani radiallahu anhu prej kalit të vet, duke lexu ajetin: "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Me të vërtet ai Allahu nuk i do mendje mëdhtë. Me të vërtet Allahu nuk i do mendje mëdhtë. Zbret dhe han në mesin e rrugës me këto të varfurit, çat buk që e kanë pas të thatë, dhe hecën Hasani radiallahu anhu. Vëllezër të ndershëm, këto ishin të parë, këto ishin stërgjyshat tonë, të cilët Allah të ndershëm u kujdeshin që mos të bëhen mendje mëdhej ndaj të dobëve. Dhe pika e tretë, të cilën do ta flasmi në pjesën e ditë të hutbës, është vëllezër të ndershëm urrejtja. Allah na rujt. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na pastron zemrat tona. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na lidh zemrat tona. Lutem Allahun subhanahu wa taala që këto dukurit Allahu t'i largon prej shoqërisë islame. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Vëllezër të ndershëm, e kuptuam përse ky ummet është për momentin i nënshmuar. Edhe pse kjo nuk ka me zgat, biidhnillahi taala del një ditë, ndriçon rrezet e diellit që do të kësohet biidhnillahi taala syri besimtarëve dhe muslimanëve. E treta, Allah të ndershëm, që kena mbri në këtë hall është urrejtja. Allahu subhanahu wa taala na tregon për bijtë e Ademit, Habilin dhe Kabilin, siç është e njohur, thot që i ka thonë vllavit të vet: "La aqtulannak." Qala la aqtulannak. Unë kam të vrati. Pse? Për shkak se Allahu ti ta ka pranu kurbanin tant e mua s'ma ka pranu. Kjo është urrejtja Allahut të ndershëm, pse Allahu subhanahu wa taala ja ka pranue veprën atij, kurbanit i këtij ja ka pranuar dhe ja ka kërcënuar vllavit të vet që ka me të vrarë. Edhe urrejtja është që prej mëkateve të para në sipërfaqen e tokës është bë urrejtja prej bijve të Ademit alayhi salatu wassalam. Urrejtja Allahut të ndershëm është e cila ka vazhduar gjenerat pas gjenerate. Urrejtjen të cilët kanë arritur që me shtinë në mesin e njerëzive janë çifutët e Allahut të ndershëm, të cilët ne folëm më herët për çifutët një hutbe. Këto vëllezër të ndershëm, prej ditën kur i ka ardhur shpallja pejgamberit alayhi salatu wasalam, këto kanë lëviz me shti urrejtje në shoqërinë islame. Pse? Urrejtje. Për shkak se ato kanë pritë që pejgamberi i fundit do të vijë te jahudit, të çifutët, por ka ardhur te arabët dhe i kanë xhelozuar. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ka bëu hijrat, çifutët
puna e tyre kryesore kanë si mi ishti musliman të urrejnë ndërmes veti. A nuk është e vërtet se prej urrejtjes të madhe që e patën që futët ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja helmuan delen pejgamberit alaihi salatu wasallam dhe i bën sihr Lubejd ibn Asami që ta mitje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me magji. Por Allah subhanahu wa taala ka shuru. Allah s'të 6 muaj pejgamberi Allahut prej sihrit të çifutëve të jahudive kanë i shtrirë dyshak sallallahu alaihi wasallam. Derisa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu dukte si ju afrona gravet e mia, a nuk ju afrofsha. Sallallahu alaihi wasallam. Çifutët çdo herë Allah s'të ndeshëm kanë arrit dhe kanë arrit që të shtinë urrejtje mes besimtarëve. A nuk është e vërtet? Këtë muslimanëve ju dhimbtëm se u dogjën pak çifutët atë që 60 vjet digjen musliman se ka dert. Që sa muj digjet Halepi kërkush se ka dert. Asnjëri se nitë të thonë, a kupton, a be dhe këto musliman janë be, në këto njerëz janë be. A nuk është për të qajt, për këtë ummet? Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, وَلَنْ تَرْضَ أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Nuk janë të kënaqur me ti as shifutët, as krishterët sa ti të bësh shkasi ato. Allah na ka tregu këtë lan, gjuhën arabe kur thënë lan do me kur njerëz bëhet. Kur do thot nuk i kënaqet me ti, ndash se të keshën, ndash se të përgdhel, ndash mos mendo. Luani kur të keshje ti nxjerr dhamt me të hangër, më mendo se do t'jape kafe. Dhe shkaqet e fitores Allahut të ndershëm në fund janë nëse dojna në përnime që Allah të nëndimon, e para është që të kthehemi ne të Allahu subhana ta'ala sinqerisht. Të kthehemi në dinin Allah, të praktikojmë fejën e Allah, tamam qish në lip Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të lidhna ndërmes veti dhe të zbutën zemrat mes nesh. Po ashtu Allah të ndershëm është duaja e shumë, që të bëjmë dua të Allah subhana wa ta'ala shumë. Të bëjmë dhikr, të përmendmi Allah subhana wa ta'ala shumë. Të mbështet në Allah subhana wa ta'ala sinqerisht, për këtë duhet që ti mbështetje të plotë të Allahu subhanahu wa taala. Durim në front, prej shkaqes së fitores është kur ti je front me armikun të bësh sabër në front. Do të thotë kanë vetë njërin prej udhëhecëve, prej komandantave, pse ti sa herë fiton në front, ka thënë momentin kur nxehet lufta, tentoj të bëj sabër, të çndroj në atë pikë e pastaj vjen fitoria inshallah. Allah inshallah i gëzon muslimanët në fitore. Dhe katërta vëllezër të ndershëm është prej shkaqeve që nëse dojmë fitore duhet të largohena mëkateve dhe gjunaheve. Si të largohemi prej mëkateve dhe gjunaheve, inshallah fitoria ka me ardh. Nëse nuk vjen fitoria vëllezër të ndershëm, dinja se shkaku kryesor janë mëkatet, se me u përqa është mëkat, me pas mendimallësi është mëkat, me pas urrejtje është mëkat. Do thotë këto mëkatet janë që e kanë pru ummetin që sot të nënshmohet. Lusim Allah subhanahu wa taala që Allah ta ngren belan në ummetin islam. Lusim Allah subhanahu wa taala që Allah t'ju ndihmon muslimanët në kudo që janë. Lusim Allah subhanahu wa taala që Allah këmbët t'ia forcon. Lusim Allah subhanahu wa taala që ato të cilët kanë ndrujet Allah shahida i pranon, ato të cilët janë me plag Allahu sa më shpejt i shëron, ato të cilët janë gjallë Allahu prej kurthave të kurtharëve sa më shpejt Allahu t'i liron dhe t'i mburon. Lusim Allah subhanahu wa taala që Allahu gjithëve neve në Jannatul Firdaus të na bashkon. Allahu 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 Allah Allah